erdhi një rabin tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O Muhammed, ne e gjejmë në librat tonë se Allahu i vë qiejt në një gisht, tokat në një gisht, pemët në një gisht, ujin dhe dheun në një gisht dhe të gjitha krijesat tjera në një gisht, dhe thot: unë jam mbreti. Atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam qeshi sa që ju duken dhëmballët si miratim për fjalën e rabinit dhe lexoi ajetin: "Wama qadarullaha haqqa qadri." Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet madhështinë e Allahut. Këtë hadith e transmetojnë pra Buhariu dhe Muslimi. Allahu i lartësuar i ka qortuar robrit e tij, të cilët nuk e njohin atë, nuk ja dinë madhështinë, pushtetin dhe madhrinë e tij, ose ata që nuk e njohin për sosmërinë e Allahut në secilin kuptim. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Ç'është kështu me ju që nuk e madhroni Allahun siç duhet, duke i pasur frikë atij, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapat e njëpasnjëshme. I ka qortuar robrit që Allahu u ka dhënë gjymtyr dhe mjete me të cilat ata duhet ta njohin krijuesin e tyre, mirëpo ata nuk i përdorin këto. Ka thënë: "Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal-an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Ne kemi lanë për xhehenemin shumë prej gjindëve dhe njerëzve, sepse ata kanë zemra por nuk kuptojnë, kanë sy por nuk shohin dhe kanë vesh por nuk dëgjojnë. Ata janë si bagtit, madje edhe më të devijuar. Pikërisht, këta janë të shkujdesurit.